Qeveri eksperte përbërë nga të gjitha partitë politike përfshirë ato jashtëparlamentare, ka kërkuar kryetari i Lidhjes Demokratike Pavle Trajanov gjatë takimit që ka realizuar me ambasadorin e Holandës Wouter Plom. Trajanov nga Plom ka kërkuar për shpejtim të formimit të qeverisë eksperte me qëllim të zbatimit të reformave dhe mbajtjes të zgjedhjeve që vendi përfundimisht të del nga kriza politike. Razgovarafme za aktualната политика состојба во Република Македонија. Biseduam për situatën politike dhe rrugdaljen e mundshme nga kjo krizë. Unë prezantova qëndrimin e Lidhjes Demokrate, kërkova që sa më shpejt të formohet qeveri eksperte, e cila do të ketë mandat për zbatim të reformave në disa sfera. Reformat në media dhe pastrimi i listës zgjedhore mbetin jetike. Sa më shpejt pra është e nevojshme të bëhen reformat të cilat do të sigurojnë parakushte themelore për mbajtje të zgjedhjeve të drejta dhe të lira. Trajanov njëkohësisht ka kërkuar edhe nga partitë angazhim më intenziv për depolitizimin e institucioneve që ato të vijen në funksion të mbajtjes së zgjedhjeve të drejta në vend. Derisa për reformat në gjyqësor, Trajanov propozon formimin e një njësie speciale në kuadër të gjykatës penale në Shkup, e cila do të kryej punën në ndërkohë që vazhdojnë reformat në këtë sektor.